hajdut që me vjedhjen e pasurive, vjedhjen e fondeve, mjerojnë qindra mijëra shqiptarë, largojnë nga vendi qindra mijëra të tjerë. Ndaj dhe beteja jonë është betej për çdo qytetar. Beteja jonë është betej për dignitetin e çdo shqiptari. Beteja jonë është betej për të ardhmen e Shqipërisë. Beteja jonë është betej, është kryegritje kundër regjimit më të keq, kundër mafjes më të rrezikshme që Shqipëria ka njohur në tërë historinë e saj. Asgjë nuk do mund të na mposh ne pa nisur në burg Lubi Ballukun, atje ku e ka vendin kjo hajdut e paftyrë, që t'i përftyrë ka vjedhjen dhe cinizmin, pa larguar nga pushteti dhe dërguar para ligjit, kriminelin Edi Rama, që i ka dhënë pushtetit të sotshëm, moralin e etërve të tij xhelat, por ne jemi në këmbë dhe njëherë kam një mirënjohje të pakufishme. Asgjë s'u dekurajoi ju sot, as terrori policisë i radhës kaluar, as moti, as dhe propaganda e turpshme e mafjes mediatike që këndon, që mban 24 orë mbi 24 orë, ison e propagandës e Edi Ramës, vetëm e vetëm, se si mumuth, si shushunja, pin gjakun, paguan me para tuaja për t'u mashtruar ju. Jo, kjo kohë do marrë fund. Ja pse jemi ne në këmbë dhe në mënyrë absolute asgjë s'na mposht. Edi Rama di e mirë se të ardhmen nuk ke. Fundi yt është i pashmangshëm. Lubi Balluku, lindat e shpifura të Akshit dhe Surrelit në burg të Lubia do shkoni për pas një diskutim. Sot Edi Rama nxori nga arresti i shtëpisë njëri nga krejt organizatës kriminale të Akshit, Mirlinden, e nxori sepse ajo e kërcënoi, ajo i çoi ultimatum, ose më nxirr, ose këtu tek unë do vi linda jote. Ndaj dhe ne jemi shqiptarë që s'pajtohemi kurrë me këta hora. Ne jemi shqiptarë që s'pajtohemi kurrë me këta vjedhës, me këta hajdut. Ne s'pajtohemi me këta kriminel. Edhe njëherë, ja vdekja liri, ne do fitojmë. Me të pamposhtur, edhe me të fuqishëm, edhe me të vendosur, se kur më parë, edhe njerë mirënjohje të pakufishme, guximtarët e kombit, elite e guximit kombit, shpëtimtarët e tij. Faleminderit. Fitore.